alayhi salatu wassalam dërgojmë. Të nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e 9, nëse s'gaboj me radhë, të serisë së derseve se si besimtari do të ketë një profil, po them kështu të saktë, për më marrë shembull, edhe kemi përmend disa pika që veç ju i dinë, edhe 90% alhamdulillah kanë marrë pjesë vllaznia këto. Sot e kemi besimtari produktiv është ai i cili di me shfrytzu kohën. Pra, nëse dënë më konë një prej muslimanëve që mas pari ti kimi apo hajrin vetës tane, pastaj edhe rrethi, edhe muslimanët në përgjithësi, nuk po tham feja, dini, ti mundesh më konë në shërbim dinit, ama feja nuk ta sheh hajrin ty, ti ja sheh hajrin fesë. Do më thonë, nëse unë edhe ti nuk i bëjmë shërbim kësaj feje, Allah i ka me pru dikën tjetër që ka mi bën shërbim. Kur nuk bën me thonë adin une, ma po hajrin mu feja. Astaghfirullah. Ti ja sheh hajrin fesë. Në momentin që ti bën shërbëtor dhe ka ecë dini përpara, është prap hajri e mira, ty të ka nderu Zoti, ti më konë qaj argat. Por ndryshe, kërkush mos menon që feja është lidh për dikan, për njerëz, mos i shkon filoni, mos i shkon fisteki. Ato janë pavlefshme, do të thonë dinin në dinin tonë. Andaj një pikë e rëndësishme për një formim të drejtë besimtarit është me ditë me shfrytzu kohën. Nuk mund është ti më konë besimtar si duhet me kuptu fen, më konë shërbim të saj, me ta pohajrin njerëzit, me ta pohajrin vetja jote, familja, kur ti ose nuk di me menaxhu kohën, ose menaxhon keq. E ju dini se Allahu Gjellëshanuhu është betu në Kur'an në disa gjëra të rëndësishme, e njëna prej tyre është betu në kohën. Wal asr, pasha kohën. Innal insana lafi khusr. Domethënë, më njëherë mas sa ka thënë njerëzit, apo njeriu është në humbje. E ka betu në kohë, e ka lidh, njeriu është i humbur. Përveç atyre që kanë besu, kanë bërë vepra të mira, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, ka për të drejtën, për të vërtetën. E ulemat kanë thonë përveç që kanë praktiku vetë, jo kanë mësu të tjerve, të vërtetën. E tash për me praktiku vetë, është zarë. Me mësu të tjerve, a petë është zarë, bile edhe ma zarë. E që do të me bëha katërta? O të wasa u bis sabër. Edhe kanë bëha sabër. Kërë kanë pas zarë, e krejtë që kjo në fillim o lidh me wal asr, pasha kohën. Nëse dhe më thonë, nuk e shfrytëzon kohën, me besu Allahun, me bëha veprat mira, me bëha davet, edhe me bo sabër, shkoj, innal insana lafi khusr. Njeriu do të ishte në humbje, koha do të shkonte. Prandaj Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi ka thonë, nuk ka mundësi njeriu të jetë në njëjtin vend, që thojmë na, që ty me nej, me shlajfit në vend. Insani ose ka me met mrapa, ose ka me shku përpara. Pse? Nëse sot nuk e shtoj një vepër të mirë, edhe ti, nëse sot nuk e bëj një ibadet, edhe ti, nëse sot nuk e shtojmë një dije, unë edhe ti, atër neve në ka ecë ymri për një ditë, ka ecë ymri, ka shku ka vdekja, insani, kena shku në ka vdekja, e në anën tjetër s'kemi përfitu kur gjanë. Prandaj, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thonë, një ditë në të cilën unë nuk e kam shtu një ibadet, unë e kam konsideru humbje për mu qatë ditë. A ditë që bjanë, ata cilët merren me tregtia dhe me biznes, ata thonë, nëse ti nuk e fitu sot kur gja, ti mundesh me thonë, po s'ku hub kur gja, jo ke hub diçka. Se ti në atë biznesin tanë, ku ki mi palu milionat, ti nuk e shtu kur gja sot. A në fakt ti e plak një ditë ma shumë. Edhe në anën tjetër ti ke hongër, ke pi, ke argju rrymë, ke argju naft, ke argju baton, ke argju, ti ke shku minus. Edhe nëse s'ke nxerr kur gja prej xhepit. Ke hongër në shtëpi, as ke qu. Çështo është edhe ymri, Ibn Qayyim vëllët, ymri insanit, nëse ti nuk bën vepra të mira, ti jetu shku mrapa, se ymri tu harxhu nuk jetu najt në vend. Pasha kohën, neve normal nuk na lejohet me bë në asgjë tjetër përveç në Allahun xhaleshanu. Dhe kur themi ka thon Zoti pasha kohën, do të thonë Zoti është betuar në gjëra të rëndësishme, neve nuk na lejohet me betuar në askën tjetër përveç në Allahun e lartësuar. Përveç në Allahun e lartësuar. Pashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë dy mirësi shumica e njerëzve nuk ja u din vlerën kur i kanë. Es-sihhatu wal farag, shëndeti edhe koha e lirë. Subhanallah.
sa njeri ëndron me pas pak kohë të lirë. Veç me dalë, me u qetësu, me relaksu, ose me fjetë, ose me lexu, nuk ka lidhje, diçka me bë. A ke pas sa ëndra ti ke pas kur e ka një vjet se i bëj ma vonë. Për shembull, ka njerëz të cilët kanë thonë e lexoj filan librën ma vonë. Ka me lexu kur ti bëj 4-50 vjet shumë libra, ka me kry magjistraturën, ka me kry doktoraturën, s'u ka kry kurrë. Pse? Është në zonë me punë tjera. Prandaj gjithë secilën punë duhet me bë në kohën e vet. Sa vëllezër domon kanë dashur me mësu leximin e Kuranit. S'kan pas kohë më. Ma vonë në zonë me punë tjera s'kan pas kohë. Prandaj dy gjërave na nuk ja dim vlerën përderisa i kem. Shëndetit edhe kohës lirë. Shfrytëzoni të dashur vëllezër kohën e lirë. Selefi të parë tanë në krye me pejgamberin alayhi salatu selam e kanë shfrytzuar kohën e lirë. E kanë shfrytzuar me ibadete. Edhe të gjithë kohën e kanë pas aq mirë të menaxhuar sa një prej gjërave që nuk kanë toleruar me ju harxhu kot ka qenë koha. Ka qenë koha. Bile pejgamberi alayhi salatu selam i kalon mubahatet, gjërat e lejume, vetëm për hatër të shtimit të veprave të mira në kohë, shfrytëzimin e kohës. E kalon për shembull nejen, e kalon gjumin, e kalon shëtitjen, çka ka bën? E ka shfrytzuar kohën në shtimin e ibadeteve. E dini se pejgamberi alayhi salatu wasalam është fal çat shumë natën sa ju kanoi kamët. Është fal çat shumë sa sahabët kur e kanë bashkangjit namaz, për shembull Abdullah ibn Mas'udi, Abdullah ibn Abbasi, Ibn Omeri, që kanë qenë djelmo shatri, ka pas rast ju kanë bashkangjit në namazën nafilet natës. Kanë dashur me lënë namazin, s'kan mujt me nejt në kamin lodh, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shfrytzuar kohën. Kemi sahabë të cilët e kanë lexuar për një natë Kur'anin përmes namaz. Kemi Uthmanin radhiyallahu anhu që më një recat e ka lexuar Kur'anin komplet. Tash ti mundesh me thonë, a është e mundur? Po, është e mundur. Për një ditë me lexuar Kur'anin, është e mundur. Për një natë, është e mundur. S'po marrok mu, po normal që ty s'ta rrok se ti kur nuk e ke provuar, sa ta për herë të parë nuk kanë mujt. Ti kur ke filluar me vozit kerrin për herë të parë, ty të kanë dridh kamët. Ti s'ke ditë, a duhet me kqyr vëllanin, a duhet me kqyr përpara. Kur ta ndron ndrusin e shpejtësive, a duhet me kqyr aty, kur ta shtyp frenin e kamës, a duhet me kqyr, e ke hub veten. Pse? Sot a ke çat problem? Nuk e ke çat problem. Pse? Se ke bë përvojë. Prandaj sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë bë përvojë në namaz natës. Kanë bë përvojë në lexim të Kuranit, për një natë kanë lexuar Kuranin. Po, është e mundur, shumë është e mundur. Ju garantoj që mbrana ditës mundesh me lexu Kuranin komplet, për ditë mundesh me lexu. Vetëm jo me të parën. Jo me të parën, pasha Allahin. 5-6 orë, 7 orë, 10 orë, shumë janë 10 orë. Shumë janë. Pse? E kanë shfrytzuar kohën. E kanë shfrytzuar. Edhe kur ka ardhur një moment, atë që ju ka bën normale me shfrytëzim kohës, kjo gjë, sa ti do të ki Imam Buhariun, i cili për 16 vite e ka shfrytzuar kohën, asnjë hadith të cilën e ka shkruar në Sahihun e tij, nuk e ka shkruar pa marrë avdes dhe pa i fal 2 recat. E kanë lidh kohën, e kanë lidh me ibadet edhe me ilm, me dije. Shkrimi i haditheve dija është. E kanë lidh. Nuk ka shkruar dije pa ja bashkangjit në ibadet. Ka prej ulemave të cilët kanë thonë, kur nuk ma në men jetën teme, që kum majt ders, ose kum lexu libër, shiko, kum lexu libër ose kum majt ders, pa avdes. E kanë lidh dijen, domthon kohën e kanë shfrytzuar, edhe me ibadet, edhe me dije. Imam Ebu Hanife rahmetullahi alejhi përmendet se 40 vite ka fal namazin e sabahit me abdesin e yatsis. Mënyrë kjo thot na du ta kuptojmë se do të thonë që se ka prish kur abdesin, po për qëllim që s'ka fjet 40 vjet. Çka ka bën? Ose ka lexu, ose është fal. Shfrytëzimi i kohës, vllazin maksimum. Hasan el-Basiru ka thonë, oj biri i Ademit, ti je ditë. Çdo ditë që harxhohet e jotja, tu ka hek një copë. Po nuk tu ka hek një copë, kështu copë pemishit. Po tu ka harxhu domon një pjesë e ymrit. A keni pas sa të pa kujdesshëm jemi na ndaj kohës.
A kemi në raste kur me ditë të tëra i neglizhojmë do punë të khejrit. Para mendoj me pas gjithë se cili prej neve një tub të madhe me pare, edhe çdo ditë me shku me marrë me hek për aty. Sa kishin me udhimt, se po hek për ditë. A për ymrit tanë është t'u hek për ditë ka një copë, ka një tro, edhe ty nuk është të tani heq. Prej formave më të mira që kanë shfrytzuar selefi kohën, ka qenë i kanë lidhë të gjitha veprimet ditore, thash me ibadete. Edhe në veçanti me namaz. Kemi përmend, po e përsërisim, të ta ka qenë prioritet namazi. Andaj çdo punë kanë lidhë me namaz. Kur kanë lënë në takim, kanë thonë, për shembull, mas namazit drekës. Kur kanë lënë një tubim, kanë thonë mas namazit qeqenis. Kur kanë pas me punu diçka, mu godit diçka, kanë thonë po, sa dush me punu, pi namazit sabajt dhe namaz drekës. Çdo sa një kanë lidhë me namaz. Sa duhet me artë ti me mësu të hoxha, pi akshamit deri në yatsi. Shiko si kanë lidhë me ibadete. Nuk i kanë lidhë me orë, kështu thjesht me orë, i 2 deri në 3. I kanë lidhë me ibadete. Me adhurime, do të thonë shfrytëzim i kohës duke e lidh kohën me ibadete. Kemi për shembull prej dietarëve të hadithit të cilët kanë përmend se ka pas prej tyre që e kanë shfrytzuar është një libër Abdul Fatah Abu Ghudda rahmetullahi alayh e ka shkruar se si, do të ka pru shembuj aty se si ulemat në përgjithësi gjatë historisë islame e kanë shfrytzuar kohën, është për këtym libri edhe në shqip. Nuk e di se dikush ndoshta mundet në koment kur ta çesim këtë video. E kam lexuar edhe arabisht edhe shqip atë librin, kujdesi ulemave ndaj kohës, a kështu diçka. Ose vlera e kohës, po, tek dietarët, po, ka mundësi. Ashtu vlera e kohës te dietarët është libër prej më interesantëve, më të vlefshmëve, më inspiruesve se si selefit parë e këtij ummeti kanë shfrytzuar kohën. Ku ka pas prej tyre që në atë kohë kanë qenë ata lapsa, domethënë që e kanë ngjyrë aty me majë, domethënë drum, me majë druni caktuar, nuk e di çfarë lloji drunit, që kanë shkruar. Edhe tash ai kur është kur ka hinë ngjyrë disa herë është zbut edhe ju ka prishë e maja. Çka kanë bën, i ka pas bankin çasi lapsa 1000, i ka pas bankin 200. Edhe çka ka bën, nuk i ka dhënë, nuk i kanë prej për ditë. Është lodh një orë ka shkruar dhe ju ka prish maja, ka lënë anash. Një orë tjetrin. Edhe masi ju mbo 200-300 pa mprej, pa gdhand, e ka shfrytzuar kohën kur i kanë ardhur mysafirët, ka bën muhabet me mysafirët edhe i kanë prej lapsat, mos më net kot. A vjen, mos më net kot. Ka pas prej tyre që çat shumë kanë lexuar hadithe, sa njëri prej tyre përmendet se thot edhe kur ka shku në banjo, e ka shti motrën e vet prej dhomës me lexu me zan. Si me lëshu radionin. Mi përsërit hadithe, aja t'jen banjo. Normal, kjo është e lejume, do të thonë nëse rastësisht njëri është rastësisht në banjo, dikush ka lëshu Kur'an atje në bar ose në makinë ose dikon atje, nuk do të thonë që është ndaluar me ndëgjua, dhe është e lejume, kjo mos keq kuptohemi. Ka thonë lexo ti përsëriti hadithet. Imam Buhariu tham 16 vjet për me, dhe që ka shkruar Sahihun e tij 16 vjet. Përmendet se Imam Buhariu me 10 herë është qu natën të e shfrytzu kohën mi shkru dobit e haditheve. Dhe e ka pas një fletore, imami, e ka pas një fletore, unë e pëtham tash si kja, se ka pasaj si kja, po e ka majtë në gjepë. Na tash i kemi telefonat. Edhe ju ka tek një dobi, o që e ka shkru, në dritën e hanës. Në zonë si vetë kur ka udhtu me ta, që i ka bon shërbim, thote ku më gjetë deri me 20 herë ka ndodhë brana natës. I ka thonë s'pilen për sabah, mi shkru. Thotë jo, du të mi shfrytzu kohën se ikin i det, lindin kërë do i det mira, që nëse i len për sabah, do thonë do fjallë të urta, do menquri, do dobi të jetëve të haditheve, nëse i len për sabah, zhduken ato. Zhduken. E kemi Imam Ibn Hajerin, rahmetullahi alejh, i cili, të ndërum vëllezër, ai ka qenë prej dietarëve
hafëzave të hadithit. Kur themi hafëzave të hadithit, domethënë hafëzi Kuranit, çish mundesh me krahasu një fëmijë që e di veç kul huwallahu ahad. Edhe një hafëz Kuranit. Hafëzi Kuranit, o shumë din Kuran, edhe një fëmijë din veç kul huwallahin. A mundën mu krahasu këta dy? Jo. Në dije, në përmendsh. Hafëzat e hadithit, në krahasim me hafëzën e Kuranit, janë njëjtë sikurse që ky fëmija që vedi veç kul huwallahin edhe ai që vedi Kuranin. Hafëzi i hadithit, domethënë me ditë, janë 100.000 hadithe përmendsh. E me zinxhir transmetimit, e dallimet mes të transmetimit filanit e të fistekit. Çtu një fjalë ka më shumë, çtu më pak, çtu e ka çet fjalën përpara, këtë fjalën mrapa. Hafëz i hadithit. Ibn Hajeri ka qenë prej hafëzve të hadithit, i cili kur ju ka mësu nxënësave hadithe etj, ka shkruar libra, kur ka vendos me komentu Sahihun e Buhariut, që ka emrin Fathul Bari, fi sharh Sahih al-Bukhari, që është dikun 12 deri në 16 vëllime në varet, dikush ka ngushtu, dikush e ka zgjanu si shkrim o fjala botimi, kur ka dasht me nis me shkru, shikoni, halas e ka nis me shkru komentimin, o kon djetari hadithit, ka thonë, baj plan me nis komentimin e Sahih Buhariut, por njerë ta lexoj Buhariun para se më nis me komentu. Sa herë ta lexoj? Ka thonë 300 herë. E ka lexu 300 herë. Sa që të e lexu qatë shumë. Thuhet, Sahih Buhariut është libër i nuk është i vogël me zinxhir transmetimit. Kam rrinë domethënë që me e lexu që ju ka bë ujë ka bë më ata, ujë ka bë. Ezbere, që thonë plesht. Pa arrin me lexu prej ikindis deri në akşam kret librin. Pse? Mo nuk pe lexon ai. Ai e ka skenu mo, veç për çet faqet para trunit. Piu. A ke pa? I flitron. Pse? Ama 300 herë ka lexu. E ka shfrytzu kohën deri në drejtë sa mo e ka bën ezbere. Po i thoi një dietari tjetër. Shfrytëzimi i kohës. Po na vjen një libër me mësu që në qytetin ton njerëzit më mësu besimin. Tha ku je të shku? Si më thon vallai po shkoj në Suare, që kam një naje, një mohabet me njonin. Tha shko ka të kthehesh, tha ki e marr librin. Libri s'po ekziston hala. Kë nuk pi kallzon që son libri. Kur u kthy tek nena, ky e shkruaj librin komplet. Sot ai libër është një vëllim i plot. Tha që tha librin shkon në qytetin tanë dhe ai normal masaj na njerëzit kanë bërë shumë kopje, sot e asaj dite ekziston ai libër, domethënë të shkuaj me nejt me pi një kafe, po thamun ashtu me një qytet periferik tjetër, ty u kthy njëri ja ka shkruar librin. Jemi të folë për një kohë kur nuk ka pas ChatGPT-ja dhe inteligjenca artificiale, ku domethënë në çdo sen e ki gati. Jemi të folë për një kohë kur ulemaja Sheikh Albani nuk ka dalë për bibliotekës së Dhahirijës për pa i palu, pa i kalu, pa i kap në përdor, pa i rendit, pa i kontrollu, pa i qel krejt libra të cilat janë numëruar me miliona. S'pa thëmë me i lexu të gjitha, se ti jemi të qartë. Pa i sabaj deri në akşam. Ibn Hajeri nuk është qu prej venit, pa i mësu mas paku 7 faqe gjys Kur'an në ditë, si fëmijë. Imam Shafiu e ka mësu Kur'anin përmendsh, ka mësu shumë dije në Mekë. Edhe nonën e ka pas shumë të zojen, jetim u konë. Nona vetë ka thënë tash, me nonën dush me shku te imami i zemanit. Kush është imami i atij zemani? Imam Maliku. Shka merr dije pej tij, pej Mekës në Medinë. Edhe me vete e ka pas Shafiu librin që ka shkruar Maliku me emrin Muwatta. Muwatta është libër më i vjetër se Sahih Buhariut, më i vjetër se Sahih Muslimit, se Musnedi Imam Ahmedit, se Suneni Abu Davudit, se ka jetu para tyne. Domethënë Buhariu, Shafiu s'u kon i shkruar Sahih i Buhariut kur kon Shafiu fëmijë. O kon Muwatta i Malikut. I ka thonë shko te çka dietar, edhe lexoje çet libër para hoxhës, para vet autorit, se është dietari më i madh i zamanit.
Çka bën Imam Shafiu për 8 ditë apo 10 ditë sa ka ecë me deve prej Mekës Medinë, ndeve aty e ka lexuar Muwatain edhe ka mësu përmenç komplet librin. Kur ka shku te Imam Maliku s'pe pranon ders, se Imam Maliku ka standarde të nalta për me i nders ti, për me shku ti mu pranu në universitetin e filan venit, s'du të përmeni ta shamna të Evropës ose të Amerikës, ti dush me pas standardet nalta, ti dush me pas notat e nalta, ti dush me pas, bënë ki edhe pare, bënë ki dush me pas lidhjet forta, tash. Te Imam Maliku me ju më bo studenti ti, fmi 7 vjeçar, mesele. Çka bën? E ka pas baba i Shafiut një mik të vetin atje në Mekë, që kur ka dikë baba i Shafiut, ai shoki, o kujdes për djalin e shokit, edhe ja shkruan një letër khalifës, ose jo, kryetarit Medinës, që thot ndërmjet sa, për që djalin e vogël sa shumë i mëshëm, le të mëson tek hoxha më i madh i zamanit. Ja çojnë letrën Imam Maliku kunin për kësi letrat kryetarëve ty në bakraqave. Ja, që shtojmë na katonar që ja plas për ftyre letrën, s'ka ndërmjetësime, dija nuk mirët me ndërmjetësim, kush e meriton dijen e merr. Çka bën Imam Shafiu? Shkon edhe e nxem tap para derës. Thot, më jep mundësinë veç 5 minuta, të kallzoj kush jam. Çka ki thot nga dija nga Kurani, thot e di komplet Kuranin, di se cilë jetë ku ka zbrit, se bepin për çka ka zbrit, cilë është nasikh, cilë është mensuh, do më thonë cilë është i dërëgume, cilë është dërëgusi. Dija ka zbrit Mekën Medinë çdo ajet. Di komentimin e së cilës fjalë mrena komplet Kuranit që ka thonë filani e fisteki për sahabëve. E dija ka zbrit Mekën Medinë, a ka zbrit ditën a natën së cilë jetë. Opa, jetë Maliku. Fëmijë, jem të folë për 7 vjeçar. Thot nga di, thot çka din. Thot e di librin tënë të cilën ti e ke shkruar, e di ç'është e din ti, ç'ashtu e di edhe unë përmenç. Pe sfidon imamin e madh dunjos, ç'është e din ti e di edhe unë, kush jeti, picimul. Tha thuma, baba. Thuje këta, baba. Pe ebdo që ka njëjtë. La ilaha illallah. E pranoj. E majti disa kohë ndërset e veta nuk e like ditë e natë, nuk e like kërkas, na që thëmë si rriqën. Deri sa ja shteri kret dijen e Malikut. Që i tha hoxha? Tha, quma, s'kam tha ma qka t'jap. U kry, kret qka kom dije, e more. Më sërritë unë ma, se u pishko, s'kam qatë mësaj ma shumë. Ku me shku? Tutje tha, Ebu Hanifën se kam ri. Të nxansat e Ebu Hanifës, Ebu Jusufi dhe Muhammedi. Shkon atje, ja jep njoni për ty në nësë zgabaj Muhammedi, librën e Ebu Hanifës, Fiqhul Akbar. I thot qyre, që kjo libra, është mësuesi tam, në botë veç unë e kam qëta. Kërkoj se ka. Tha ban me lexune natën, në sabataja, tha po. E mor Imam Shafiu tanë natën e mësaj përmenç. A dini që ka mësu? Të dashër vëllezër. Shafiu, pa thamon e tash, po e qeli Kuranin kështu, kër ka qeli Kuranin me mësu një faqe Kuran, jemi të folë 3-4 vjeçar fëmija, nuk jemi të folë 3-4 vjeç. Qatë që ka dit, kër e ka mësu qëta i ka lidh, ka mujtë me lidha jetët. Kështu, për mësën përmenç, pes kanon, qëka ka bo? Ja ka vu një në sfaqe, për shembull për mësën këta, kësa ja ka vu një mos më pa. E ka bloku se për mësën, me njerë, tani po duhet me nru edhe njerë. E ka marrë atë librën e Imam Ebu Hanifës edhe ka mësu më në natës përmenç. Kur ka dalë sabat, tha, a ka dikush tjetër përveç te këtë libër? Tha ja, veç une. Tha jo, vallaj, se ki veç te, kam edhe une. Ku e ki? A ke shkru prama? Shke mujtë me shkru, se po duhet të natën, po duhet banki një javë, banki një muj me shkru, tha, ku mësu përmenç. Që ke mësu përmenç? Hajde, tha, qele, bam, për fillim e deri në fund përmenç. Nejti 6 muj aty, tha, pesha tha që mos s'keni që ka me më dhonë. Eca që tërkun, shkova që tërkun. Thati, Imam Bukhariu, kur ka qenë fëmi, ka shkru, ka majtë men qaq hadithe,
pa shkru, kanë nejtë me kanë 1 muj, 2 të hoxha e vetë veshtungu. Pej sabaj dhe në aksham. Pa e bëjnë hajgare, kolegët e vetë, shokët e vetë, shkruj, që ke ardhje të up kohën. Tha, nësë rejnë jo. Kretë për mensh. Kur një ditë mësuesi e kritikaj, tha ti po vjen ndërës, kretë po shkrujnë, ti s'po shkrujnë. Tha, unë jam të majtë men. Që është të majtë men? A du ishta me ti thonë mësus? Thuj. Nëzasat thanë, kur janë nisimi për me pi ditës e sparë, deri në fundit, tha na kishmi gabu, në për disa u munoshin ta me përmirësu Buhariu, i thëke mësuesi, ja, mire ka mirë, ju përmirëson aty që keni shkru gabim. Kjo ka mirë. Kretë tha, nuk e di kam haru dikun 10.000 hadithe, pa lujt për venet. Shifrën mund t'jep gabim, po me 1000 hadithe, shfrytëzimi kohës. Ata kur i kanë qelë sëtë për mu ba djetarë, ata i kanë pas ka 3-4 vjetë. Kër e në bo hafëza, i kanë pas ka 70 vjetë. E kanë shfrytëzu kohën. Ju kanë dhonë mundësiti, për ata Imam Ebu Hanife ndoshta i ka pas 6-17 vjetë, kur ka shku ka bot debat me ateistët. E dini debatin, në disa erë ka shku në Basra si djali i ri. Ata për shembull ai meselja kur me njonin që ju ka rrit menja shumë, unë dije, unë ju sfidoj se s'ka zot e tjerë, to ka gjithësia u kriju vetë, atë rastësisht. Imam Ebu Hanife fëmijë kon. Kanë lënë i takim kur belom, si me thonë ditën e pazarit. Në cilën vend, në filën qytetin, anej lumit. Shkon ky filozofi abeden me brina, edhe Ebu Hanife vonohet. Shkojnë populli aty me këshyrë që shpek debaton që shpek çmonton ai Ebu Hanife, djali i ri. Ky vonohet, që me thonë në ora 10 kam pas takimin, po vonohet dhe në 10:30 dhe 11. Edhe aja nisi me thonë, be gjitha, s'po guzon me ardhë. Se tha, e çmontoj une, o tut s'ka ardhë. Edhe ky me të shpejt, Ebu Hanife, të nga, tha më falni se jam vonu, çka vonove? Tha spat anije për me kalu lumin marë kënena. Që vëlla spat, po spat, që sherdhe, tha çka boni vaki. Tha që shkesh të nejtë, vesh një lisë kurat, grabau, në tokë. Edhe, tha ju krasit të ndekat, pap. Edhe, tha masane rrët u bo anije vetë u bo anije, po, tha dhe ju panta dhe dola kënena. Po tha taj, a i meqme, që tha qëfa budalëm këni pru me bo debat. Pse tha s'po mbesana, tha po qëfar besuni? Ty tha lisi, tha urzua, u bo anije, ju pënta, a jebe tha normal. Tha vallahi po jam normal. Tha nuk në reqet vetë anije, du të me në req dikush. Për një ma, tha po. E që tokën e qilën ti që përthuje në req vetë. Qysh pe pranon ti që në req vetë, a njën s'pe pranon që në req vetë. Tha hongra. E kuptan? Edhe u dërzu. Kush i ka bon këta? Njerëz të cilët për vegjele kanë shfrytzu kohën. Na thojmë, sytë e qabës, pasha Allahin. Shohim në talebet të cilët shkojnë për hivz, shkojnë për medrese, vallahi. I shohim sytë që i kanë qabës. Edhe 99% rasteve nuk dështojnë. Këshyrit të gjithë hoxhallarët, edhe që kanë vdek, edhe ata që janë gjallë, janë të voqëm, edhe ata që janë tri, këshyria biografinë e tyne që që kanë shfrytzu kohën, që që kanë djemë të mirë, që që kanë cjellshëm edhe të vegjel kërë në kanë. Pse se Allahu Azza nuk i bën trashëgimtar të pejgamberve, do të Allah vergji, si bën. Shfrytzues të kohës. I shfrytëzojnë rrethanat, kuptim pozitiv, a? Prandaj e tash, na për me mrit dikun, për me mrit diçka, na nuk kemi kohë me humbë. E prej gjanave më të këqija në të cilën na jemi të jetu sot, janë rrjetet sociale që na e shkatrun kohën, na e shkatrun vetën tonë, na jemi të humbë shumë kohë. Të dashur vëllezër. Njerë në kumbo një aplikacion në telefon, sa herë do shë me qelë, thoi ka aty lezoj një jetë koranor, masani në kala. Masani kala në telefon. Edhe e kum pas se sa herë e qeli telefonin, ndoshta mbi 80 herë, kam haru 82 herë, diqka, ashtu, veç e, në më të sa jetë e jenë gjendi mi lezu, veç se pe qelë telefonin,
Asaporisht në telefon, baki parin 10 minuta, njëherë 15 minuta, njëherë 5 minuta. Qërë jo ato aplikacionet janë do këtë dikon aty që mund është me qyrë sa kenet mrena 24 orë në Facebook, sa kenet në Instagram, do këtë mund është me qyrë. A dini që së të dhe për neve jam i bindun ka 3 orë i humbim që aty. Pasha Allahin. Po jep një send tjetër. Bëja një vetës obligim me kry kurse me kry në YouTube, qoftë fes, qoftë në zanatit caktuar, qoftë dije, për diçka që s'ki dije. Po dënë me hymë në një botë të caktume, me marrë informacione, që është funksionon për shembull këto paret elektronike, që ta bitcoinës, të sanët. Me marrë informacione në kurs me kry, në një kurs biznesi, në kurs për shembull ku e diçka. A din që vetëm kur të hanë bukë në shtëpi, ose ku hanë në restorant ose në qebaptore, për ditë. Mu munu vetën mu konë. Edhe me lëshu të hongër bukë, me lëshu me këshyrë një kurs me kry ti. Ti jam i bindun që 2 deri 3 saat në ditë, po mi ashtu këta dhe kafe kur të pinë. Ti 2 deri 3 derë se ligjerata, s'po dham ka një orë, mund mu konë ligjeratat ka 30 minuta. Ti mund është më rana ditës 1 orë e gjys, mas paku me shfrytzu kohën për të përfitu diçka. Unë njeri cili ka kry fakultetin, e ka kry edhe hafëzlëkun. Të punu taksi, të i prit njerëzit në taksi, dhe më thonë, për mësën, Kurani ka mësu për mesh. Mas e ka mësu Kurani, e ka kry fakultetin, të mësu në taksi. Deri sa të vjen një mishteria, e për lexon Londën, për përsërit një ajet kuranor, për mësën një gjysfaqe. A dini që Allahu Gjellëshanuhu, ata cilët mundohen, nuk i lënë pa rezultat, pa sukses. Walladhina jahedu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që mundohen në rrugën tonë, kemi orientu, kemi me udhëzu në rrugën tonë. Kështu Allahu Gjellëshanu e ka përmend në Kur'an. E tash, kush mundet për shembull 100 faqet e para të Kur'anit me mësu? Ai ka kalu krizën. Se Zoti Gjellëshanu të vend test në fillim. Zar, si ti mësën 100 parat, u kryma. Tjerat vinë vetë ju letë, se të Allahu praktikisht u vërtetu se ti e interesum për me mësu Kuranin për mesh. Masani ti qelë Zotit turbinat. Ti thu, që ka mësu filan hoxha për 73 ditë Kuranin për mesh. Pa mësën. Sa i ka ledzu të njetën shumë, kur ka në momenti me thonë, a di qka, ta është du me mësu për mesh. A i veç që ka pas turbinat e qelme, edhe i ka gra bab, për 73 ditë. Unë e di njeri, do më thonë talebe, që natën e provimit i ka mësu 20 faqe Kuran. Ama, pse natën e provimit? Se nesër ka pas siklet. Po si dhaje, siklet, s'mun është me mësu Kuranin për mesh. Me shfrytzu. Sa prej neve, do më thonë, jemi në gjendje me humbë kohën për kohën jemi të folë. Të këqyrë në internet të kalu qështu, fap video, kur ti shetë në fund, të kanë bon dikun në TikTok për shembull 2000 video, që i ke kalu. Nëse i kanë ka 15 sekonda, s'po di sa minuta mojnë më konë. Po nëse i kanë ka 1 minut, haj Zotin e rujtë. 4-5 orë, 5-6 orë. Edhe na nuk e shfrytëzojmë kohën, na talebet, studentat që janë për shembull udhtojnë Prizren Prishtinë. Nëse veç në autobus, nëse shkojnë me autobus, e shfrytëzojnë me lexu, ata 4-5 vjet kishin me lexu sa libra. Sa njeri prej popullit tonë për fat keq, këqyrin Big Brother. Me orë të tëra, dhe në kategoria ma lëm e shoqënisë, që nuk janë në gjendje me kry një shkollë, me marrë një zanat, me lexu një libër, Kuranin kur se ka lexu, musliman është, se ka lexu kur Kuranin, a ka vakt me ditë të tëra, unë di njeri cili është mbyll 6 muaj gjenis femrore. O mshel 6 muaj ditë, fëmijët ja kanë qenë në burg, në terr. Bukën pja çojnë dhom fëmijët, kafën pja çojnë dhom fëmijët, pse të kçyr filani me fistekën çka po bëjnë. 6 muaj ditë, apo bëhet kjo apo bëhet ajo, ku e di. A din që për 6 muaj ditë sa dia mirët, sa ibadeti bëhet, sa namazi falet, sa njeriu qohet në ora 5, kemi, sidomos në Evropë, që shkojnë në udhtim, ma larg, në punë, edhe përgatiten për punë, nuk përgatitet me falë sabahin.
A di çfarë fatkeqësia është? Më qu njëri, nuk qohet 5 minuta më herët. Ose 10, 5 minuta abdes, 5 minuta namaz, farzin, sunetën e farzit. 10 minuta së qohet me lillah, për Allah. Allah ja ka fal jetën, ja ka fal kohën, ja ka fal shnetën, ja ka fal gjitha, ai nuk është në gjendje për Allahun më qu më herët anë penso të qu, ashtu kështu, me shku në punë. Nga në mas riskut, mas furnizimit e ka harru furnizusin. Dhe me thonë, nuk di me shfrytzu kohën marë. Gjithsesi, nuk është ndë një ders i cili ne e neve renditje përveç asaj që aman shfrytëzoni kohën, shfrytëzoni minutat, sepse minutat janë jetë. Çdo ditë bënja vetës obligim me lexu diçka, edhe me ngu diçka nga derset ose nga kurset, sidomos thash kur je tu pi kafe ose tu ngranu ushqim, shfrytëzoje me lexu diçka, me përfitu diçka ose me ndëgju në YouTube ose në rrjetet të tjera sociale. Se në këtë formë ja sheh hajrin edhe e shfrytëzon kohën. Pra, një ndërtim i drejtë i saktë i muslimanit arrihet edhe duke e menaxhu kohën pozitive dhe duke mos harxhu kohën kot. Lutë Allahu në zell që të na udhëzojë, na forcojë, na përmirësojë, na bëjë të vetëdijshëm që koha nuk duhet të humbet, asesi Allah na ruajë, na falt. Walhamdulillahi rabbil alamin.